Në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik, në Velipoj u zhvillua takimi koordinues i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit, ku pjesë e tij ishin edhe 2 zëvendës ministra të kabinetit qeveritar, ai punëve të brendshme Xhemal Çefalia dhe zëvendës ministra e Turizmit, Kulturës dhe Sportit Marinela Prifti. Gjatë takimit u diskutuan masat për rritjen e sigurisë në plazhe dhe hapësira publike, menaxhimi i trafikut dhe parkimeve, administrimi i mbetjeve urbane, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit, si dhe monitorimi i aktiviteteve në të gjitha zonat turistike. Në fokus të këtyre problematikave kemi garantimin e sigurisë në plazhe dhe në hapësira publike, administrimin dhe monitorimin e stacioneve të plazhit, monitorimin e aktivitetit të mjeteve lundruese në zona turistike, menaxhimin e trafikut rrugor dhe të parkimeve, sigurimin e furnizimit optimal sipas zonave të caktuara, duke e përshtatur atë dhe me problematika të trashëguara ndër vite me energji elektrike dhe me ujë të pishëm, menaxhimin efikas të mbetjeve urbane, kontrollin e ndotjes akustike, garantimin e sigurisë ushqimore, mbrojtjen e mjedisit. Dhe të flasim konkretisht, qoftë për rendin, qoftë për sigurinë në plazhe, qoftë për marrjen e masave, për trafikun që bëhet në sezon, qoftë për mbrojtjen kundër zjarrit. Shkodra ka një potencial të zhvillimit të jashtëzakonshëm të turizmit, edhe këto e kanë treguar edhe shifrat e fundit që neve kemi pasur, jo vetëm si vizitor në qytet, por edhe në trashëgimi kulturore, në kala, në muze, dhe këto shifra tregojnë që Shkodra është në rrugën e dur për zhvillimin e turizmit. Janë shumë faktorë që kanë ndikuar në këtë rritje, dhe është një rritje në fakt e qëndrueshme, dhe ajo çfarë është synimi ynë është që jo vetëm Shkodra, por gjithë Shqipëria të ketë një rritje të qëndrueshme të zhvillimit të turizmit. Dhe kjo reflektohet shumë qartë në numra, por rritja e numrit në vetvete e vizitorëve nuk është vetëm ky synimi ynë. Ne gjithashtu synojmë që të ketë një rritje të numrit të net qëndrimit të vizitorëve. Aktualisht e kemi mesataren 2.5 net dhe duam ta çojmë në 3.5 dhe në 4.5. Pra siguria e turistit duhet jetë objektivi maksimal i të gjitha institucioneve që janë sot këtu. Siguria fizike e turistit, siguria ushqimore e turistit, shëndetësia e tjera me radhë. Mbrojtuesve të plazheve. Të ketë një vëmendje të shtuar nga institucionet përgjegjëse, duke filluar nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit me zyrën rajonale që ka këtu në Shkodër dhe institucionet e tjera që të ushtrojnë kontrolle të vazhdueshme për mbrojtuesit e plazheve, sepse është një nevojë shumë e domosdoshme. Pjesëmarrësit vlerësuan se rritja e numrit të vizitorëve në qarkun Shkodër krijon mundësi të reja për zhvillimin e turizmit, por njëkohësisht kërkon angazhim të shtuar nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Objektivi i përbashkët mbetet ofrimi i shërbimeve cilësore dhe promovimi i Shkodrës si një destinacion turistik i sigurt.